Qyteti Vlorës vuan nga mbarvajtja e kushteve higjieno-sanitare që përcaktojnë edhe shkallën e sigurisë së secilit prej nesh për të frekuentuar rrugët, plazhet apo ambiente të tjera publike. Mbeturinat urbane në shumë zona përbëjnë një problem serioz në këtë stin, ku rritja e temperaturave kushtëzon një kujdes më të lartë për qytetarët, e më tepër për vizitorët që do të zgjedhin Vlorën për të pushuar. Ndodhemi në një prej zonave më të frekuentuara të qytetit të Vlorës në afërsi të Universitetit Ismail Qemali. Pamjet flasin vetë për situatën në të cilën gjendet qyteti Vlorës për sa i përket pastërtisë. Në vëzhgimin e sotëm të bërë në televizionin real kemi konstatuar se në pothuajse të gjitha zonat më të frekuentuara të qytetit, situata për sa i përket pastrimit qëndron në të njëjtat nivele. Koshet të mbushur, mbeturinat e hedhura në shesh dhe është vetëm ora 12 e mesditës. Papastërtia në qytetin e Vlorës tashmë është normale, mbeturinat urbane të akumuluara prej ditësh nuk pastrohen nga firma, e cila ka për detyrë funksionale pastrimin e qytetit. Kosha e kontenerët të mbushur, të tjerë të rrëzuar e dëmtuar. Situata e mbetjeve të cilat kanë zaptuar rrugët është lehtësisht e dallueshme në gjithë akset kryesore, dytësore dhe periferike. Nuk kanë munguar as rastet ku mbeturinat zdigjen në rrugë. Ndërkohë sërish qytetarët denoncojnë se pastrimi i rrugëve nga mbeturinat dhe mos koordinimi i punës për mbarvajtjen e tyre rëndon kushtet e jetesës normale, e për më tepër shton rrezikun për shëndetin e gjithë secilit prej nesh. Kjo është një situatë, kështu ka qenë gjithmonë dhe kështu do mbetet, nuk është se ka nevojë për shumë koment, mjafton të shikohet vetë. Kjo është vërtet një zonë shumë e populluar dhe është gjëna që është në këtë gjendje. Normale, një ambient të pastër pa mbeturina, koshe, të pastroheshin nga bashkia. Kryetari të bashkisë, sepse ai e ka të vëri dorë mbi qytetin tonë, sepse është një qytet bergëtar dhe është shumë i frekuentuar nga turistat. Shërbimi i pastrimit paguhet nga taksat e qytetarëve të Vlorës. Çdo vit rreth 1 milion euro jepen firmës së pastrimit, por as mbrojtja e parave të vlonjatëve nuk e ka nxitur Bashkinë e Vlorës të kryejë detyrat e saj, si kundërjanë supervizimi i situatës apo masat penalizuese në momentin që qyteti është i zaptuar nga mbeturinat urbane.